bashkë bojnë. Ne kemi thyer në vitin... Faleminderit shumë për këtë hyrje të emisionit. Ndërkohë unë e thash edhe në prezantimin tonë që e ke gjetë një mënyrë unike se si të angazhohesh për natyrën. Ta shohim një video që na ilustron atë që unë e thash dhe flasim në studio. Okay. Çfarë është kjo video? Çfarë na thot kjo video? Ne postojmë, se ka dhe ka njëherë dyshime që postojmë për më bëllajka, po ne postojmë për sensibilizime e popullatës. Ta shohin të gjithë çka jemi duke i bërë natyrës. Okej. Kjo është qëllimi jonë me postua. Ky djali këtu, po guhet me rrogë. Është shumë i lumtur, shumë i kënaqur. Thëm rroga mesatare është mbi 900 euro, 1000 euro. Po folish në shifra, se dua dhe kjo mund ndje një njeri. Po thëmë, ta ketë familjen, se gjithmonë, gjdo prind, thëmë, është, po thëmë, krenar para fëmijëve të vetë. Edhe kë duhet jetë krenar para familjes e ti. Edhe kështu që këmë thonë, kë duhet i ketë të gjitha kushtet. Ta ketë rrogën, pensionin, sigurimin shëndetësor, të ketë mundësi të shkoj edhe në pushime me familje. Dhe këtja ke mundësua dhe që besa këtë du shkojnë edhe ma largë. Mirë, tash po... Mirë, po mesajë jo në këtu, e për cilë mesajë... Para se me mrite mesajë. Ja, tash po vi këtë. Une kalojsha, se jemi lindur, i rritën në Shalë Bajgorës. Jetojmë Prishtinë, biznesin e kemi Lëshevë. Po, mua po thëmë gjdo 2 javë, 3 javë, e shkelësha këtë rrugë, e kalojsha këtë rrugë, e shijojsha këtë bukuri, po më pengojke bërlogo, majtas, djatat, beturinat. Edhe, i më shilë që asynë nga një herë, po më të vërtet kështu e hopësha gjdo herë atë lumëturin, ku isha të shku se me motocikleta, do më thonë dilë që më shalë Bajgorës atje dhe dole mende, ka herë i thejmë duar të kam të kështu, po prapë se prapë nuk nalë me, edhe një ditë më të vërtet kështu thash kjo nuk bënë mo. Duhet të gjithë nga ne, të bojnë diçka për këtë vend, ju të më shelim sytë të gjithë. Të bojnë diçka se nëse të gjithë më shelim sytë, atëherë kjo Kosovë do më thonë, pjehumbim, po thëmë që atë që kemi fitu me gjak, pjehumbim, pjembulime për logë, me mbeturina. Edhe këmë thonë njerin brej menagerve, ishëm në vetur, ta shej gjëma di kanë, ta pastron këtë rrugë. Prej tunelit parë, të gjitha fshatrat e Bajgorës që janë, të më thonë Denka Qanull, him fshatrat Vlahi, është Melenic, Zabërgj, Vidisheq, Bare, Bajgorë, Kaçanull, Cecelia fillan nga komuna Vështres, Sekeraq, kjo është këtë Karaq, Miraq, Vesekovc, Slakovc. Jo të kënja 20 fshata. Pra komplet rajoni. Edhe vetëm njeri i arrimi pastrua. Veç një njeri? Vetëm një njeri. Pse? Se kompania private funksionon ndryshe me ato shtetërore. Se këtu ato më hapën, një njeri ka arritë që 6 muj, kemi fillu 7 muj dikon, shala, dilni sot shqyqen e shalën, është e pasër. është e pasër, do më thonë, ka ende deponi që s'po mune mi largu se ato e ngromullu me kohën, po sot unë e dje kam dalë, Mitrovic, Kaçandoll, Vidisheq. Më të vërtet ka qenë knasi, pse dojmë i dhonë